Një pickim blete mund të kthehet në një rrezik serioz për jetën. Anafilaksia është reaksioni më i rënd alergjik që godet menjëherë zemrën, tensionin dhe frymarrjen. Në rastet më kritike, sistemi nervor dorëzohet dhe pacienti humb vetdijen. Alergologja doktoresh Leonora Alleshi na tregon se si ta dallojmë një intje të thjeshtë lëkure nga një reaksion i mirëfillt. Zakonisht në vendin e pickimit, nëse kemi reaksione lokale, si që është skuqja, ajtja, nga njëherë ne e konsiderojmë se ajtja edhe në disa centimetra, ndoshta edhe njëherë deri në 50 centimetra, është një reakcion lokal për shkak të vetive farmakokimike që i ka vetë helmi i bletës. Nëse pacienti çdo herë pas një pickimi nga bletët, grerzet apo e tjerë, ka reakcione këto që përmenda më përpara, jo vetëm lokale, jo vetëm të lëkurës me ajtje, skuqje, kruarje e tjerë, por mund të implikojnë edhe sistemi respirator, kardiovaskular, sistemi tretës apo edhe nervor. Por çfarë ndodh nëse ju pickon bleta përsëri? Doktoresha tregon se si pickimi i parë thjesht përgatit terrenin, ndërsa kontaktet e radhës shkojnë duke u fuqizuar. Trupi ka një mbrojtje natyrale, mirë po me kohën, çdo kontakt me çfarëdo alergjeni do të arrit përgjigjen alergjenike. Domethënë reaksioni alergjik do të shkon duke u fuqizu. Çdo pickim i ardhshëm mund të jetë 20 fish më i fuqishëm se sa pickimet paraprake. Doktoresha zbulon kohën rekorde se kur shfaqet anafilaksia dhe kur mund të rrezikohet jeta. Shpesh herë reaksionet anafilaktike mund të ndodhin edhe brenda disa minutash. Reakcioni më i shpejt anafilaktik është menduar që ka ndodhur brenda 7 minutave. Alergologja apelon që në raste të tilla, vëmendja e parë dhe më kryesore t'i kushtohet menjëherë rrugëve të frymarrjes.